Me shumë mundësi është Magriti. Me shumë mundësi është Rene Magriti. George Brak, Rene Magrit. Me shumë mundësi do bëhem pishman. Magrit. Brak, Magrit. Por, është një pishman me të cilin Brak. Magrit. Sa më shumë e them të Magritin, aq më shumë jam që them dhe përgjigjen përfundimtare në fakt. Për mua nuk është 50-50, për mua është 70-30 do thosha unë. Dhe përgjigja ime përfundimtare është C, Magrit. Të mbrëmje emocione është pa fund. Emocionet kanë efekte të ndryshme tek njerëz të ndryshëm. Unë jam moderator mbi një vit i show kuicit kush do bëhet milioner dhe pa i fyer sfidantët gjithmonë kanë prodhuar, më kanë dhënë një emocion deri diku mesatar, ndoshta të ndikuar dhe nga fati, që ata ndoshta si ka prirë fati. Dhe në momentin kur kandidati i cili mbriti në 25.000 euro, Edgar Çani, sinqerisht më mbushën syt me lot, fati, dijet, bëhen bashk, dhe ai ngelet kampioni deri tani me 25.000 euro. Ervisi në përgatitje në atë prezencë që bëri javën e kaluar, më krijoi me të vërtet një emocion të jashtëzakonshëm me mënyrën se si meditonte, se si e shikonte pyetjen, në mënyrën se si e përgatiste dhe guximin që merrte për të dhënë. Por kësaj radhe mendova se ndoshta diferenca java do ta bënte që të ishte pak ndoshta më fuqishme, edhe pse mund të mendoj edhe anën tjetër. Edhe erdhëm tek Përse nuk u troqe? 12.000 euro nuk janë pak. Kushdo që tjetë, do të thotë pse? Pse 12.000 euro Ervis? Jo, unë e di sa janë 12.000 euro, beso do më thënë. Po si mund ta leje? Jo, të lutem, do më thënë, duke mos qenë i sigurt. Për çfarë arsye me përsipër, do më thënë, e bëri një zbërthim tëndin dhe qëndrove në fillim midis Rene Magrit, e ke parë. E kam parë aq shumë atë piktur. E kam parë aq shumë. E kam parë vërtet, do më thënë, dhe më ka bërë përshtypje. Ka një rrym. Pse e përjashtove Frances Picabia? Kot. Përse e përjashtove? Të them. Sepse në fillim fare unë nisë dhe the midis Rene Magrit dhe Frances Picabia. Sepse jo, tani kur ma thot ti do më thënë, sigurisht dhe dyshimi të vëra i javë. Sepse i dashur, ky nuk është vetëm një kuic. Edhe pse, në të vërtet është një kuic. Dicitura është e njëjtë me pikturën. Ta përshëndesim me dorëdokitje, Ervisi bëri me të vërtet një histori. Unë të falenderoj nga zemra. Suksese. Përgjigja e saktë do ishte €25.000. është juaja. Wow!